Nurettin Dumani ka vazhduar dëshminë e tij në gjykatën e posaçme ku ka marrë në pyetje edhe avokatët e të akuzuarit të tjerë për ngjarjen kriminale që kanë trodhitur Elbasanin dhe Durrësin në vitet e fundit. Ai ka përshkruar detajet e planit për të eliminuar biznesmenin Elton Kila, njohur si OTL i Elbasanit. Sipas Dumanit, ky plan ishte mbështetur nga Suel Çela, i cili kishte premtuar një shpërblim prej 200.000 eurosh në realizimin e vrasjes. Suel Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kilës. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova. Isha shofer. Më qelluan nga mbrapa. Më pas ula dhe sendilja e pasagjerit të makinën X-Pace kur u plagosa. Oti Kilën e njoha personalisht. Kam ndjenjur me atë bashkë me vëllain tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Në të njëjtën ditë u bë shitblerja. Në 2019, një shef krimesh në Elbasan, që Enrik Hoxha e kishte shok, më jepte informacion për Taro Çelën. Shefi ma prezantoi Enriku. Ai kërkoi 10.000 euro në muaj. Një ditë para ngjarjes bleva një Kalashnikov me silenciator në fier. Sander Baho më njohu me shitësin. Ditën e ngjarjes kisha mitraloz me 200 fishek dhe një kallash. Mitralozin ma dha çuni xhaxhai tim. Makinën për ngjarjen e bleva rreth 6.000 euro dhe më thanë që ishte vjedhur në Greqi, por nuk e di. Bashkëpunëtori i drejtësisë tha se një shef i lartë i policisë në Elbasan e ndihmonte me informacione për Taro Çelën, por nuk i dha identitetin e tij. Ai u shpreh se ka refuzuar që dëshmoj para policisë së Elbasanit kur është arrestuar duke i konsideruar ata si të korruptuar.